Përshëndetje të nderuar shikues. Sonte në emisionin Startup do të flasim për themelimin e biznesit. Çka duhet të dimë ne para se të vendosim të hapim një biznes? Natyrisht e rëndësishme është të kemi këshilla paraprakisht dhe tutje pas themelimit të biznesit si duhet vepruar që biznesi ynë të jetë i qëndrueshëm. Për këtë temë do të flasim me mysafirët e ftuar në studio. Kemi Safet Ramen, menaxher inkubatorit në Qendrën Inovative të Kosovës. Mirë se erdhët zoti Rama. Faleminderit, mirë gjeta. Kemi zonjën Afërdita Murati, pronare e biznesit Kastrioti, mirë se erdhët. Kemi Mihrie Canollin, një qytetare e cila dëshiron të hap biznes, mirë se erdhët Mihrie. Kemi Uran Racin, nga rjeti e engjëjve të biznesit kosovar, mirë se erdhët Uran. Kemi profesorin e ndërmarrësisë Durim Hoxha, mirë se erdhët profesor. Mirë se gjeta, faleminderit. Ndërsa në minutat e rezervuar për reportazhin sonte për ju do të sjellim nga afër punën e zonjës Fasile Hajzeri nga fshati Shqipoli, komunës së Mitrovicës, e cila drejton biznesin e saj të fidaneve, luleve dhe prodhimin e perimeve të ndryshme të njohur si biznesi Agrosera. Por paraprakisht do të zhvillojmë biseden me mysafirët e ftuar në studio. Zoti Rama, këtë bisedë rreth hapjes së një biznesi do ta filloja me ju, me që edhe ju drejtoni një inkubator në Qendrën Inovative të Kosovës dhe mund të na thoni paraprakisht çfarë duhet ditur ne nëse dëshirojmë të hapim një biznes. Fillimisht para se me fillu me hap një biznes, duhet me pas një ide çfarë biznesi me hap. Është e qartë, pra nëse keni një ide, ka shumë faktorë të rëndësishëm derisa vjen puna për me hap biznesin, ndoshta një prej çështjeve kryesore përpos ides me analizua ka potencial tregu, a është mundshme, a është nevoja e tregut për ide të tillë, është shumë i rëndësishëm edhe faktori e njerëzve, faktori e ekipit cilin keni me themelu dhe me kënd keni më fut në biznes, që është shumë një temë e rëndësishme e cila shumë ndikon të ardhmen në suksesin e biznesit. Ju pyeta se çfarë duhet ditur ne, nga se të shumë qytetare has dëshiren të këta që thonë kam dëshirë të hapi një biznes, por në fakt mungojnë shumë informacione nëse dëshiron të hap biznes. Vërtet është çështja e idesë, duhet pasur një ide e cila ndoshta në ditët vazhdim duhet të jetë në zhvillim e sipër ide e cila pritet në tregun tonë. Por nga këndi juaj që merreni pikërisht me këtë çështje, aktualisht sa po arrin qytetarët tanë të zgjedhin idetë adekuate për themelimin e biznesit në vendin tonë? Muj më fol ma shumë për neve si ICK, si inkubator, pse na jemi të fokusum në industrinë e IT-s ma shumë, për tikut. Për këtë arsye, kjo industri ka nevojë të mjaftu tregu, për këtë industri është shumë i madh, për arsye se digitalizimi dhe interneti jep mundësi të gjithë atyre që hapin biznesin fushën e tikut me pas një treg më të gjanë se sa veç në Kosovë. Nëse zgjerohemi edhe dalim jashtë industrisë, atëherë normal duhet një analizë gjithmonë për industri të veçantë, për me ditë edhe për me artë një konkludim çfarë ideje apo çka me hap si biznes. Normal, të gjithë ata që vinë të na e kanë shumë ma lehtë për me hap një biznes në kuptimin e fjalës, jo vetëm me hap me regjistru, po paraprakisht na ju ndihmojmë me analizat ndryshme me rrjedhimin tonë dhe ju tregojmë sfidat gjatë rrugtimit që kanë më has, kështu që ata që kalojnë përmes inkubatorit biznesit e kanë shumë ma lehtë me ardhje të qëllimit tyne se sa ata që nuk e kanë atë mundësi, apo për shkak se ideja tyne nuk përputhet me kriteret tona. Po gjithsesi, pavarësisht asaj me njohuri që kam, ka edhe vendet ndryshme ku edhe ata të cilët hapin biznese cilat nuk janë në të tikut, kanë, po besoj, edhe kanë vende ku mujnë më marrë informata të duhura, sidomos për procesin e regjistrimit. Normal, po ka shumë edhe universitetet, po edhe sektori privat, po ofrojnë ndihma në këtë drejtim. Po ata të cilët nuk kanë informacion se si duhet të hapur një biznes dhe në fakt e bëjnë një gjë të tillë, a mund dështojnë në biznesin e tyre? Rreziku është gjithmonë me dështu, se thash edhe më herët, këtë shumë varet prej tregut dhe prej ekipit që punon.
Por gjithsesi mund me gjetë mbështetje për ndihmat ndryshme, sikur besoj për regjistrim biznesin në ARBK apo për çështje varet ku është problematika. Ka edhe shumë organizata ndryshme të cilat ndihmojnë në përpilimin e planeve të biznesit, marketingut, të cilat janë aktive në Kosovë dhe është shumë lehtë me përfitu prej tyne. Afërdita, nuk është periudhë gjatë, themi 1 vit që ju keni hapur një biznes cilin e drejtoni. Si ju lindi ideja juve të hapni një biznes të tillë? Po ideja ka lindë se unë me familjen kam jetuar në Kroaci dhe atje kemi punuar me pemë perime dhe kemi pasur biznesin e hapur. Dhe gjatë sezonës së verës, po ashtu kemi punuar edhe në Bregdet, ku kemi furnizuar një pjesë të Bregdetit me pemë perime. Por dëshira për të kthyer në vendlindje, jemi kthyer dhe tash e kemi hap këtë biznesin, unë merrem me kultivimin e mjedrës, po ashtu edhe përpunimin e reçelit dhe kompotit. Kam një përkrahje nga bashkëshorti që ka përvojë puna atje, ku kemi pasur edhe me 10 punëtor nga Kosova që kanë punuar në Kroaci, dhe tash jam e kënaqur me hapjen dhe kam hapur biznesin që më ka ndihmuar organizata Gratë në Biznes, ku atu kom marrë edhe këshillat e para për hapjen e biznesit dhe tash jam edhe në treg. Ju pak a shumë keni pas informacion se si duhet punohet në një biznes apo cilët janë hapat e parë që duhet t'i bëni për të hapur biznes. Si po ju rrjedh puna për këtë periudhë sa keni hapur biznesin? Periudhë mirë është të shku puna, kam hapur biznesin me njëherë që në maj 2015 dhe kur kam filluar vjeljen e mjedrës, kam dalur, synimi im ka qenë të dalë në treg, edhe ata kam arrit, por i falenderoj organizatën Gratë në Biznes që më kanë këshilluar dhe gjithherë marr informata dhe që ka një staf të mrekullueshëm ku dhe jam antare Grave në Biznes. Spariherë kam dalur që kanë organizuar një panajer që ka qenë një avashije së mirë në bashkëpunim me Grand Store, ku atu për herë të parë kam dalur në panajër në Kosovë dhe që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua, pastaj kam vazhduar. Atu kam qenë edhe 2 muaj me radhë në Grand Store, ku kam promovuar këtë produkt dhe janë njoftuar më shumë qytetarët për mjedar, se përpara kanë njohur si një frut mali si mali dhe nuk kanë qenë aq të njoftëm për mjedar. Në hapjen e biznesit tuaj një çështje tjetër, ndoshta që është e rëndësishme, është çështja e ndihmës së parë, themi ta quajmë ndihma parë, për të nisur ju biznesin e juaj, është çështja e financave. Si u gjendet ju në këtë aspekt? Po në këtë aspekt kam pasur përkrahjen së pari nga bashkëshorti. Dhe përvoja nga atje ka qenë më lehtë për mua. Pastaj kam pasur përkrahjen me Fidanën nga komuna e Podujevës, që e falenderoj kryetarin e komunës tonë Agim Veliun për këtë përkrahje, që nuk kam qenë vetëm unë në grup, por kanë qenë edhe, duket edhe 5 tjera, që kjo ka qenë edhe hapi i parë kur ja kam filluar aty. Pastaj organizata Gratë në Biznes që kanë ardhur në komunën tonë, aty jam njoftuar për herë të parë dhe jam ofruar ku me këshillat e tyre për hapjen e biznesit, po ashtu edhe informata, se unë s'kam pas as informata, tash biznesi im po ecë mirë. Shpresoj tash edhe po shkoj edhe me rritjen e sipërfaqes, ku veç për vitin e parë kam pasur 5 punëtor për vjelje, po edhe kam të angazhuar familjen dhe kam të ardhura sa për nevojat familjes, sa për fillim. Mirë është. Uran, kur flasim për qasjen e financa, nga këndi juaj si njësi mirë i kësaj fushe, si e shifni ju këtë? Sa din qytetarët tanë, apo të themi kështu, start-up bizneset ju qasen financave për të zhvilluar biznesin e tyre? Spari që ose më lejohet për të filluar një biznes të ri, është vështirë kudo në botë. Po për të filluar një start-up, është edhe më vështirë në Kosovë. Kjo për faktin se sfidat me cilat ballafaqohen ndërmarrësit e rinj në Kosovë janë shumë të mëdha. Njëna prej këtyre sfidave është edhe çështja e financa, cila e kufizon ndërmarrësin e ri për të rritur zgjeruar biznesin. Rasti i zonjës me firmën e saj është një shembull shumë i mirë, për shkak se zakonisht ndërmarrësit e ri
vendimin e parë që e bojnë është kërkojnë prej familjes, që të marrin financa prej familjes. Ata që nuk gjejnë përkraje nga familja shkojnë te miqt, edhe ata që nuk gjejnë përkraje nga miq shkojnë te ndërmarrjet e ndryshme të cilat e bojnë financimin. Për shkak se për ndërmarrjet e reja është shumë shtrenjtë të marrin kredi nga bankat, ata i drejtojnë granteve të ndryshme, subvencioneve të cilat i ofron qeveria. Mirë po ato bizneset që janë pak më të mëdha edhe nuk kanë mundësi që biznesin e tyre ta financojnë përmes këtyre rrjeteve, i drejtohen venture capitalists që njihen gjuhën angleze, janë investitorë që kanë tolla pak më tepër, apo rrjeteve të business angels siç është rrjeti i business angelëve Kozban, që është themeluar në Kosovë. Këto rrjetet business angelëve përveç që i financojnë ndërmarrjet, ato e marrin një rrezik shumë të madh për shkak se startupat e kanë rrezikun e madh, edhe në këtë mënyrë përveç financimit që e bëjnë, i japin edhe dijenin rrjetin cilin ata kanë fitu gjatë financimit të ndërmarrjeve tjera. Kështu që në Kosovë ekziston Kozbani, edhe është i hapur për ndërmarrës të ndryshëm, të cilët kanë nevojë për financim. Financimi vjen nga ndërmarrësit, nga investitorët cilët i kemi edhe antar. Edhe kështu që është një metodë shumë e mirë për të financuar biznesin e tyre. Po, kur flasim për rrjetin cilin po e përmendni ju, rrjetin Kozban, sa kanë informacion qytetarët tanë, të rinjët tanë për një rrjet të tillë që t'jenë pjesë e tij, apo thjesht të marrin informacionin e duhur nga Kozban për biznesin e tyre, për krahjen e duhur? Edhe pse Kozbani është themeluar që 1 vit e gjysmë, për një kohë shumë të shkurtër ka arritur që aktivitetet e saj t'i përhap në gjithë Kosovën. Na kemi bashkëpunim shumë të mirë me Innovation Center Kosova, me ICK-n, kemi bashkëpunim të mirë me institucionet e Kosovës, kemi bashkëpunim të mirë edhe me universitetet të ndryshme. Kozbani është themeluar nga Kolegji Universum, kështu që gjitha ato aspekte të cilat e përbajnë shpërndarjen e informatave që i ka Kozbani, jemi duke e bo, në mënyrë që me zhvillu këtë ekosistemin e ndërmarrësisë, ku secili din për mundësi cilat i ofrohen në Kosovë, edhe mundësi cilat përmes organizatave si Kozbani me gjetë përkraje financiare edhe në institucionet ndryshme jashtë Kosovës. Po, për këtë periudhë, sa keni arritur të ndihmoni ata të cilët dëshirojnë të hapin biznes? Qoftë me informacion ose në çfarëdo mënyre tjetër? Aktivitetet e Kozbanit janë ana që bëhet ana financiare, po është edhe ana e trajnimeve të ndryshme cilat i ofrojnë për prezentimin e produkteve tëne përpara investitorëve, edhe për këshilla sa i përket anës financiare. Një prej problemeve kyçe me startupat në Kosovë është që nuk e din vlerën e kompanisë. Nëse nuk e din vlerën e kompanisë, atëherë është shumë vështirë që edhe të dish sa të kërkosh. Nëse dikush thotë që unë kam nevojë për 5.000 euro, edhe për këtë shumë do ta jap 5% të aksioneve të kompanisë, atëherë dikush e ka bënë kalkulime dhe thotë që ai kompani ka vlerën 100.000 euro. Kështu që ne i japim këshilla financiare e ndërmarrjeve të ndryshme që ta vlerësojnë kompaninë në mënyrë sa më të saktë që është e mundur. Po, për një biznes fillestar, mund të dim konkretisht sa duhet jetë shuma e mjeteve për të hapur biznesin, apo mvaret rreth idesë cilën dëshiron që ta shndrosh në biznes? Ndërmarrjet cilat fillojnë vetëm me një ide, ato kërkojnë me pak fonde, për shkak se pjesa më e madhe e financave shkon për hulumtim të tregut, edhe për një zhvillim të një prototipi të produkteve. Ato ndërmarrjet cilat janë pak më afër plasimit të produkteve në treg, ato kërkojnë pak më tepër për shkak se i nevojitet financim për prodhimin e produkteve. Unë nuk kisha përmend ndonjë shumë për shkak se është shumë relative, mvaret prej bizneseve të ndryshme, ato në bujqësi, nëse janë në fillim, zakonisht po kërkojnë dhe deri 15.000 euro, po ndërmarrjet e IT-ve kërkojnë pak më tepër për shkak se me njëherë kanë potencialin që me dalë në tregun jashtë Kosovës. Po. Profesor Hoxha, folëm për themelimin dhe idenë e biznesit, qasjen financa, po nga këndi profesorit, sa është të rëndësishme që në këtë aspekt, në hapjen e biznesit përveç qasjes në financa, edhe ekipi që duhet përzgjedh për të punuar nga afër me ta?
Para se diskutojmë konkretisht për rëndësinë e ekipit në startimin e një biznesi, më lejoni shkurtimisht pasi po flasim për bizneset e reja, të nënvizoj rolin ekonomik që këto biznese kanë në zhvillimin ekonomik të një vendi. Gjatë 4 viteve të fundit, mesatarisht brenda vitit janë krijuar rreth 9500 ndërmarrje të reja, po fatkeqësisht një numër i tyre i madh nuk shënon rritje dhe zhvillim. Sipas të gjetura të raporteve të ndryshme, vetëm 20% e këtyre 9500 ndërmarrjeve të krijuara gjatë 2 viteve të ardhshme rritën, zhvillohen dhe shtojnë numrin e të punësuarit. Nëse kthehemi te shkaqet se çka është kjo që cila është arsyeja e mosrritjes dhe zhvillimit, atëherë vijmë deri te disa faktorë, cilët janë faktorë të brendshëm të ndërmarrjes, dhe këtu flasim për mos përgatitjen e mirë të ndërmarrësit para se të fillojë biznesin e vet, por edhe deri te ajo që quhet ekosistemi dhe ambienti i të bërit biznes, që nuk është ndoshta stimulues për ndërmarrësit e ri. Roli i edukimit në këtë rast është shumë i madh, por karakteristike e kësaj është që roli i edukimit është më shumë afatgjatë. Nuk është diçka që ndoshta menjëherë brenda jave ose 2-3 jave mund të ndikojmë në rritjen e numrit të bizneseve të suksesshme. Nëse besojmë në atë që ndërmarrësi nuk lind, por ndërmarrësi krijohet, atëherë edhe në kurrikulat e shkollave fillore, shkollave të mesme, por edhe universitetet duhet bëhet çmos që ky shpirt i ndërmarrësit, i cili nuk është në nivelin e duhur në vendin tonë, të inkorporohet në atë mënyrë që prej fillimit, prej moshave të reja të kultivohet ky shpirt i ndërmarrës në krijimin e ndërmarrjeve që pastaj rriten dhe zhvillohen. Konkretisht, sa i përket rëndësisë të ekipit, është jashtëzakonisht e rëndësishme, ndoshta është 2-3 gjërat kryesore të cilat ndërmarrësi i ri duhet t'i ketë parasysh. Angazhimi i stafit e ka koston e vet, por në anën tjetër edhe karakteristikat cilat duhet të ketë ky staf duhet të përkojnë me nevojat e biznesit në fazat fillestare. Nevojat e biznesit në fazat fillestare janë të shumta dhe të gjithanshme, rrjedhimisht edhe stafi inkuadruar në fillim të biznesit duhet të reflektojë këto nevoja, domethënë duhet të jetë në gjendje që të përgjigjet nevojave të fazës fillestare të startimit të biznesit. A do thotë që duhet të jetë staf i kualifikuar për punën që do ta bëjnë, domosdoshmërisht të jetë i kualifikuar? Patjetër duhet të jetë i kualifikuar për aktivitetet të cilat biznesi specifik duhet t'i kryej, por edhe duhet të ketë disa veçori ose karakteristika ma shumë se kualifikimet, sepse fazat fillestare, thash, është fazë shumë e veçantë e fillimit biznesit, që ballafaqohet biznesi në fillim veprimtarisë, ballafaqohet me rreziqe të ndryshme, të papritura të ndryshme, edhe pikërisht stafi duhet të ketë këto veti në mënyrë të mos dekurajohet që në fillim, sepse e dim që startupet kanë një përqindje relativisht madhe të dështimit, ndoshta rreth 50-60% të bizneseve të reja dështojnë në 2-3 vitet e para. Prandaj konsideroj që kualifikimet e stafit duhet të jenë specifike për biznesin, por në fillim të veprimtarisë duhet ky staf të ketë më shumë karakteristika në mënyrë që të adresojë nevojat e bizneseve fillestare. Po, Merje, ju në fakt po dëshironi të hapni një biznes dhe cila është arsyeja që deri tani nuk e keni bërë një gjë të tillë? Do të aplikoj një projekt në këtë donacion, nëse fitoj, patjetër. Për cilin donacion na flisni? Nga Orda. Nëse fitoj këtë donacion, patjetër do hapim një biznes, po të vazhduar suksesin, po të ecim punën sa më mirë, atëherë nëse jo do të vazhdoj këtë punën. Ju merreni me bizhetëri pundona. Po, deri tani, ku i shisni këto? Ju ka po që merreni me këto punime? Punoj sipas policie përmes Facebook-it. Tani kam folluar përmes shoqata agrare në biznes, në pjesëmarrje panajer. Po, i shisni panajer, i shisni përmes rrjeteve të ndryshme sociale dhe natyrisht nga njerëz që të njohin rrethit. I dëgjuat njohësit të kësaj fushe të bërit biznes këtu në studio, se çfarë duhet ditur para se të hapni një biznes? Është të vështirë për ju që t'i ndiqni këto procedura të hapni biznesin e ju? Në fillim më duke pa vështirë. Unë e kam kryer kursin 6 muaj për këtë punë. Se i du këtë hobi, sepse më pëlqen puna,
dhe punoj vetë dizajnere punëdora. Po, mendoni që me një aftësim 6 mujor mund të arrini të themeloni biznes? Duke di, po provoj, shpresoj që duke kem sukses. Po, keni njerëz afër, shoqe cilat punoni me to, bashkëpunoni me to për të bërë punë? Jo, unë punoj vetë. Veç vetë, po. Profesor, mund të konsiderohet aftësimi duhur një trajnim 6 mujor për të hapur biznes? Është shumë relative sepse lidhet me natyrën e biznesit. Mund tash nëse kemi të bëjmë ndonjë biznes thjesht, ku këto 6 muaj janë të koncentruara në ngritjen e aftësive specifike, por edhe në ngritjen e aftësive të analizës, planifikimit të mirë të biznesit, mund të konsiderohet që është një periudhë relativisht e mirë nëse kemi edhe kapacitete absorbuse të vetë të ndërmarrësit. Por ka të bëj me natyrën e idesë çfarë është. Në rastin e kolegës, mendoj që 6 muaj nëse ka qenë një trajnim relativisht intensiv, është një periudhë e mirë, po ndoshta porosia ime për këtë ndërmarrëse potenciale është që të fokusohet sa më shumë në dijen që e ka, po mos të kufizohet vetëm aty, pasi që nuk jemi të gjithdijshëm dhe të komunikojnë ndoshta me ambientin përreth, me shoqërinë, me rrethin, cilën e rrethon në mënyrë që të marrë edhe një këndvështrim, një feedback, një mendim edhe nga ky rreth dhe të jetë sa më e pajisur me informacionet e nevojshme, me komentet rreth produkteve të ndryshme dhe që të jetë sa më e përgatitur për fillimin e biznesit, sepse kjo para përgatitja ndonjëherë është edhe faktor kyç në suksesin dhe zhvillimin e mateme. Po si të anësi, profesor, si e vlerësoni aftësimin e të rinjeve në fushën e ndërmarrësisë në vendin tonë? Jemi dëshmitarë të asaj që edhe Universiteti i Prishtinës edhe shumë kolegje private tashmë kanë si lëndë në punën e tyre, por sa po aftësohen gjeneratat e reja në fushën e ndërmarrësisë? Fatkeqësisht lënda e ndërmarrësisë dhe krejt kjo kultura e ndërmarrësisë në kurrikulat e universiteteve dhe shkolla e tjera është futur relativisht vonë. Është futur ndoshta në 7-8 vitet ose maksimum në 10 vitet e fundit dhe është një periudhë relativisht e shkurtër për të vlerësuar ndikimin e kësaj në themelimin e biznesit. Por ajo çka mund të them është se edukimi është jashtëzakonisht me rëndësi, sepse ne në punën tonë me student tentojmë ti motivojmë ata, ti njoftojmë me konceptin e ndërmarrësisë, sepse ndonjëherë kanë një përshtypje që koncepti i ndërmarrësisë dhe mendimi i studentëve është diçka shumë e largët njëra me tjetrën, dhe tentojmë që ti motivojmë, ti inkurajojmë, t'ju prezantojmë përparësitë dhe tmetat e të qenurit ndërmarrës. Kjo faza parë, faza dytë është ti ngrisim aftësitë e tyre në planifikim, në analizë, në hulumtim të tregut dhe pastaj i mbetet atyre që të vendosin se do të hyjnë këtij realiteti të ri dhe të formojnë ndërmarrjet e veta. Po në përgjithësi, sistemi i edukimit fatkeqësisht nuk është ai i cili i përgatit studentat tanë për të hapur biznese. Shumica e studentëve tanë kanë dëshirën më të madhe ose të inkuadrohen në sistemin bankar, sepse është një institucion prestigjioz, ose të inkuadrohen për institucione publike, sepse me pak punë mund të sigurojnë një rrogë relativisht sigurt dhe afatgjate, por jo të hyjnë proceset të ndërmarrësisë, respektivisht krijimit të ndërmarrjeve të reja. Po, kur flasim edhe për ndërmarrjet aktualisht, jo ndërmarrjet vogla, por ndoshta ndërmarrjet mesme dhe të mëdha, zoti Rama, sa ka të tillë drejtues të bizneseve të tilla në Kosovë që ndoshta kërkojnë nga ICK-ja edhe një plan biznesi për ta zgjeruar biznesin e tyre? Për ta zgjeruar dhe rritur numrin e punëtorëve në të nësi kapacitetin e biznesit? Ne punojmë vetëm me start-up-a, bizneset mesme ose bizneset e mëdha të cilat janë të etabluara në treg, kanë bashkëpunim me neve për një formë tjetër, jo që marrin këshilla prej neve se ata i kanë kalu disa sfida, po shikojnë të na ndoshta me gjetë dikon që ja u kry një shërbim për problematikën e tyne që kanë në industri, e cila pavarësisht në cilën industri është se ka edhe prej agrobiznesit që mund me u lidh me teknologji, kështu që nëse ju nevojit ndonjë solucion, ndonjë ndihmë në atë aspekt, na kontaktojnë. Edhe kjo është bashkëpunimi. Për ndryshe kemi edhe shumë raste, jem të folë tash për fushën e tikut, ku është një mangësi e madhe, është një nevojë, tregu po kërkon njerëz të kualifikuar, edhe
tregu jonë s'po mundet me mbush atë kërkesë sa ka në fushën e IT-s. Po jem të folë për profesionistë cilët dinë më bo programim të mirë, aplikacione për telefonat menqëro, janë disa fusha specifike, edhe pse shumë flitet edhe dim saksesht që është papunësie madhe, po ky sektor ka nevojë edhe të bashkëpunim prej universiteteve si publike, si kolegjeve private, edhe na aty kemi një bashkëpunim të mirë me gjithë, edhe me kolegjet edhe me universitetin, ku shikojmë mi dhonë mundësinë atyre të cilve kanë përfundu fakultetin apo janë përfundim me sipër, ato që ka e cekë edhe profesori Durem është atë dioni që fitojnë atë përmes neve ta shëndrojnë edhe në praktikë, se këtu është një boshllëk ku eksperienca është në mbi gjitha, ndoshta njohurinë e merr, por nëse se nuk je i gatshëm për treg apo ato sfida që i folëm më herët, është një prej sfidave shumë kryesore është qasja në financa, sidomos për startupin. Të na i kanë dyrë në byllë në gati në institucione bankare, përveç se disa donatorë që shikojnë mi ndihmu atyne. Dhe që s'janë të sigurt për një periudhë afat gjatë, sigurisht donacionet e ndryshme. Donacionet ndihmojnë në fillim, po nuk është për biznesin e mirë me bën një shprehi që me pas ndihmë donacione, më bërë nga donacione, do të më mendu qysh më koni vetë qëndrushëm se ato nuk do t'jenë gjithmonë këto. Edhe është pak një farë kriot, mandej një demeli, do të se ne marrë një donacion aty, paguj një punëtor, apo të shka, dhe mandej nëse kalojnë ajo në rutinë është problematike për bizneset, start-up, edhe shumë letë mujnë edhe më ushu, mas një afati 2-3 vjeqë. Afërdita, ju përmendet që keni hap biznesin e ju i falëndihmës së familjevës. Flasim pak edhe për përzgjedhjen e ekipit drejtit. Përmendet që pjesën më të madhe i keni familjarë që ju ndihmojnë. E keni ditur ju para se të themeloni biznesin sa e rëndësishme është të keni një ekip profesional rreth vetes tuaj? Po. Unë e kam ditur se bashkëshorti ka pasur një përvojë të gjatë, ku thashë më parë mbi 20 vite përvojë punën në Kroaci me biznes të hapur dhe punëtorë që kemi marrë nga Kosova, që kanë qenë mbajtës të familjeve. Pastaj jemi kthyer këtu, tash kam edhe 3 studentë të fakultetit ekonomik, banka, financa, kontabilitet, dhe vajzën, thejme vogla e dyta, aja është menaxhim informatik, ku më ndihmon për biznes plane afat gjata dhe afat shkurta, dhe projekte që është një lehtësim për mua më i madh, dhe e kam një ekip ashtu me përvojë nga bashkëshorti, fëmijët, dhe është ma lehtë për mua. Sigurisht nga përvoja bashkëshortit ju arritët të dëpërtoni edhe në treg. Edhe në treg, sa i merret me mbikëqyrjen e biznesit tim, nga përvoja që ka edhe kam dëpërtuar në treg, kështu që synimi im ka qenë me dëpërtuar në treg me njëherë, si startup, dhe e kam arrit këtë qëllim, kështu që gjatë verës, nga fillimi i gushtit, kam shkuar me mjedër të freskët, dhe tash jam në përpunim të reçelit dhe kompotit, dhe është një ide shumë e mirë nga Komuna e Prishtinës që ka qenë në bashkëfinancim nga Komisioni Evropian dhe një projekt për tregun mobil, ku gjendëm këtë muaj jemi në shesh, se dhe më duket është një kulturë evropiane për qytetin këtu në sheshin e Prishtinës, po ashtu edhe një gjalleri, po duket më e mirë ku edhe konsumatorët dhe qytetarët po janë shumë të kënaqur me këto produkte që vijnë nga shtëpitë tona, janë prodhime vendore, çdo ditë më shumë po kërkohet. Edhe më shumë. Unë jam me reçelin e mjedrës pa sheqer, i cili po preferohet më shumë, që ka veti të mëdha ushqyese, është dietal, është kundër yndyrës dhe sheqerit në gjak, po ashtu kam shkuar edhe me kompotin e mjedrës, që ka vetëm pak sheqer edhe limon, krejt përgatitet në mënyrë natyrale dhe është një produkt origjinal, pa konservans, dhe reçelin me pak sheqer i cili kërkohet nga të rinjët më shumë, dhe tash jam e kënaqur me këtë. Po, ju merrni pjesën shumë panajire, keni marrë pjesën shumë trajnime derisa jeni aftësuar në mënyrën e duhur për ta përgatitur këtë produkt. Po, sa keni kushte ju që të përgatisni mas të mjaftueshme themi produkte të tilla? Po sa për fillim, unë nuk kam pasur një sasi të madhe, se sa për fillim kam filluar me 35 ari, ku nga 35 ari kam pasur një sasi afër 1500 kg. Ku një pjesë u shku e freskët, një pjesë e kam quar edhe në pika grumbulluese, dhe një pjesë e kam nal për punimin e reçelit edhe kompotit, se kam pas qëllim që me punu gjatë
jo vetëm gjatë sezonës 3 mujore, po të shkoj edhe më tutje, kështu që më duhen investime të mëdha, se kërkohet për mjedër është një investim shumë i madh që shkon për 1 hektar mjedër prej 10.000-12.000 euro, ku janë mjetet bujqësore, pastaj pregaditja recili që duhet t'i kesh të gjitha mjetet, ato nuk i kam, po hap pas hapi do t'i baj. Po, keni filluar këtë vit tashmë përgatitjet për sezonën e pranverës? Po, kam filluar përgatitjet, anë vjesht i kam rritë si përfaqen, edhe për 25 ari, kështu që kam, tash sa për fillim kam 70, dhe kam përgatitje edhe për 1 hektari 30, po këto më varet nga financat, se është një investim shumë i lartë. Investim ai. Po, edhe nuk mendoj vetëm të shkoj me mjedër. Kam edhe ide tjera, të shkoj edhe me fruta tjera, se po kërkohet në treg, sidomos aronia dhe boronica, po ashtu edhe të shkoj edhe me longun e mjedrës, të zgjerona, po ashtu edhe me çajin e mjedrës po kërkohet, si nga fruti ashtu edhe nga gjethet, dhe dal nga dal, besoj që do të kemë sukses. Nëse ju arrini që të punoni gjithë tokën që po e përmendni, do të thotë që duhet rrisni edhe numrin e punëtorëve? Po, normal, se për 1 hektar mjedrës pako duhen deri në 7 deri në 8 vjelës të mjedrës, ku në vitin e parë kam pasur 5, tash veç jam kontakte ma shumë, jam interesuar të marr një familje, për shembull burri, gruaja, fëmia, sa aty për kilogram i paguaj prej 35 centëve. Sa vjelet edhe aq fitohet, kështu që nëse shkojmë për mbi 1 hektar, duhet prej 7 deri në 8 vjelës. Po. Uran, kur flasim për jetin Kozban dhe atë që e përmendet më herët që ndihmoni me financa, ndoshta disa ndërmarrje të vogla, disa start-up biznese, përcjellni kohë pas kohë se si po investohen apo zhvillohen tutje ato start-up biznese me që edhe marrin një ndihmë nga Kozban? Po, natyrisht, ndërmarrjet cilat përfitojnë nga Kozban janë në mënyrë konstante të monitoruara, për shkak se nëse investitori e financon një biznes, ai ka edhe interesin që me pa shkallën e zhvillimit. Me pa shkallën e zhvillimit, për shkak se është vetë i involvuar dhe ka rrezik që tollat cilat i ka investuar në atë kompani të mos i kthehen dikur më vonë. Unë kisha dashur diçka me u lidhë edhe me ato që tha profesori për mungesën e dëshirës së qytetarëve të Kosovës për t'u qasur ndërmarrësisë. Vitin e kaluar është zhvilluar një hulumtim në tërë Kosovën, 2000 persona janë intervistuar, edhe ka dalë që vetëm rreth 6% të qytetarëve të Kosovës janë duke shikuar mundësinë për të filluar një biznes të ri. E më e keqja është që vetëm 4% e qytetarëve të Kosovës kanë bërë diçka aktive në 6 muajt e fundit për të filluar një biznes të ri. Kjo tregon për atë që tha edhe profesori, që qytetarët janë duke pa të punësuarit në qeveri si një metodë mirë për të punësuar ose për të gjetur një zgjidhje për jetën, një siguri në punë. Unë personalisht edhe si Kozban i kisha inkuraju të rinjtë e Kosovës që të merren me ndërmarrësi. Statistikat e fundit të Britanisë Madhe tregojnë që 5 milion qytetarë të Britanisë Madhe janë të vetë punësuar. Është statistika më e madhe në Evropë. Edhe kjo tregon për një rehati që e kanë ata, për shkak se e krijojnë vetë orarin e punës, janë vetë përgjegjës për suksesin apo mos suksesin e kompanisë. Diçka tjetër që ndoshta mund të lidhet me financat është që ato kompani cilat janë mbyll në Kosovë, janë mbyll për shkaqe financiare. 55% qytetarëve të Kosovës kanë thënë që ose biznesi i tyre ka qenë jo profitabil, ose kanë pas mungesë me financa, që kanë bëjnë me investimin apo mundësinë për të gjetur investim për të zgjeruar biznesin e tyre. Kjo tregon edhe një herë që sa të rëndësishme janë financat, sa të rëndësishme janë menaxhimi i tyre. Jo vetëm i përfitu edhe mos me ditë si po menaxhohen. Është e vërtet. Edhe ajo mungesa e njohurive që i kanë për të krijuar një vetëqëndrim
i cili kish me qenë profitabil ose kish me u kthy dikur ma vonë. Po, nga gjithë kjo që biseduam deri tani është domosdoshme që ai i cili dëshiron të hap biznes patjetër të konsultohet me njerëz të mirë të kësaj fushë për të bërë një gjë të tillë. Profesor, të rëndësia e startup bizneseve, po e zem se hapet një biznes nga një qytetar i cili dëshiron, ka qasje në financa, ka filluar mirë, por gjithë produkti i tij ka një rëndësi tjetër për të dalë në treg. Cilat janë këshillat e juaja që duhet sugjeruar apo duhet i di secili që drejton një startup biznes si të depërtojnë treg? Paraprakisht se të hyjnë treg, ai faktikisht duhet ta vërtetoj ose ta analizoj njerë potencialin e produktit ose shërbimit të tij. Natyrisht nuk duhet futur vetëm në treg si rezultat të ndonjë informate të pasakt, po duhet futur në treg si rezultat të analize të mirëfillt, ku vërtetohet, validohet rëndësia e atij produkti dhe kërkesa potenciale. Unë jam shumë i vendishëm sepse nga hulumtimet e bëra mesatarja e shkollimit të ndërmarrësve kosovar është rreth shkolla mesme, edhe fatkeqësisht ndërmarrësit kosovar nuk i kanë ndoshta ato aftësi që t'i qasin tregut në mënyrë pak më të planifikuar. Rrjedhimisht është shumë e rëndësishme që të kërkojnë këshillime, të kërkojnë konsulencë nga njerëzit profesional që t'i ndihmojnë atyre që procesi i para hyrjes në treg të jetë pak i përgatitur më mirë, pasi siç thash edhe më herët, para përgatitja është faktor kyç pastaj në rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjes. Ju shtrova këtë pyetje nga se shumica e qytetarëve tanë që kanë një startup biznes, po siguruan tregun vendor, mendojnë që gjithçka është e arritur. Duhet punuar tutje edhe për tregun ndërkombëtar apo duhet jemi të kënaqur vetëm me prodhimet tona në tregun vendor? Duke parë potencialin e ndërmarrjeve, është shumë mirë që t'i plotësojmë këto kërkesa në tregun vendor, por për rritje, për zhvillim, për ndërkombëtarizim të ndërmarrjes dhe për një efekt më të madh në zhvillimin ekonomik, natyrisht që tregu vendor është shumë i vogël. Kemi një treg i cili ka një fuqi blerëse relativisht vogël, kështu që ngushtohet ajo hapësira për rritje dhe zhvillim të ndërmarrjes. Kolegja shumë mirë nga ndërmarrja Kastrioti, nëse nuk gaboj, potencoj që o kriju një ndërmarrje e cila i plotëson nevojat familjare. Natyrisht kjo ka ndikim në zhvillim ekonomik, po ndikimi më i madh i zhvillimit ekonomik do të ishte sikur të ndërmarrja të involvojë në procesimin e asaj produkteve, në eksportimin e asaj, dhe pastaj vjen në pyetje dalja e biznesit nga ato konturat familjare. Nuk gjendet më dituria e nevojshme për zhvillimin e biznesit në familje. Atëherë biznesi duhet të marrë kahje pak tjetër që t'i përgjigjet kërkesave të eksportit dhe kërkesave të tregut ndërkombëtar. Po që duhet plotësuar edhe disa standarde ndërkombëtare, jo vetëm për eksport, po edhe për vetë cilësinë e produktit dhe për tregun ton. Sa po i respektojnë këto startup bizneset? Mendoni në kriteret dhe standardet? Po, për t'i plotësuar standardet. Standardet janë vështirë të arritshme. Po flasim për standarde që rrjedhin nga Hasapi ose ISO-t e ndryshme janë vështirë dhe të kushtueshme për shembull për një biznes familjar. Kjo është, unë e shoh këtë mënyrë të zhvillimit si shkallë. Spari plotëson nevojat familjare, gjenerohet një kesh i mjaftueshëm për investime, zgjerohet biznesi dhe pastaj vjen deri te plotësimi i këtyre standardeve dhe përgatitja e ndërmarrjeve për tregun e jashtëm. Në këtë fazë është e nevojshme pastaj ndërhyrja e institucioneve shtetërore ose donatorëve, sepse këto standarde janë të kushtueshme dhe nuk ka potencial më ky biznes familjar gjithmonë të përfshihet në investime. Rrjedhimisht është e nevojshme të intervenohet me masa specifike që t'i ndihmojë këtyre bizneseve që të plotësojnë këto standarde. Po, zonja Aferdita, keni menduar ju që produktin e juaj tashmë ju keni plotësuar nevojat familjare, kanë filluar tash produktet e juaja të shiten edhe në tregun ton vendor, po nëse mendoni të eksportoni, keni filluar të mendoni edhe për plotësimin e standardeve që nevojiten për produktet? Po, si kam filluar, si kam regjistruar biznesin, kam menduar edhe në këto. Po, kjo shkon hap mas hapi. Po, ashtu si jam që fillestar, tha dhe profesori, viti i parë, po. Tash me zgjerimin e sipërfaqes, kam edhe sasi. Kurse në vitin e tretë shkon deri 90% që moj për shembull nga 1 hektar deri në 15.000 kg mjedër mund të përfitoj, kështu që kur kam sasi, mendoj edhe për eksport. Po unë e di që duhet me i plotësu disa standarde, po spari duhet
investim, përfitim dhe pastaj të shkohet në eksport dhe për të plotësuar këto standarde. Po sigurisht se cili startup biznes që fillon dëshiron që të zgjerohet dhe të rritet tutje për të plotësuar edhe tregun vendor dhe ndërkombëtar. Mirie, ju me produktet e juaja me cilat po merreni aktualisht, sa arrini të fitoni nga produktet që i shisni ju? Megjithëse është punë e vështirë, është një punë dore shumë e rëndë për të punuar. Puna është pak vështirë me punua punë dore, sepse është materiali janë rruza, pej, fime o tjera. Produkte po jetë puna mirë, shitja mirë. Ju punoni për nevoja familjare? Po, nevoja familjare për shoqërinë të mirë. Arrini të fitoni nga kjo punë? Sa për të mbajtur familje? Si zakonisht. Po, nëse ju s'do të mund të arrisni të shisni në treg këto produkte, do të vazhdoni të punoni nëse nuk mund të shisni? Nëse do të pëlqejnë, do të vazhdoj të punoj. Nëse kam sukses shqipje, po. Po, dhe sigurisht urojmë që ta hapni edhe biznesin e ju i cilin prisni pa durim ta bëni një biznes me këtë punë që ju punoni. Profesor, po, më falë. Isha të lidhë këto në qofë se është edhe një kompani këto e cila quhet Balkan Springs, ata janë mbledhin kështu, sidomos shitjen e produkteve online, e cila kisa është sugjeru me kontaktu dhe me fol me ta, me shit produktet, me ofru produktet e juve direkt përmes portalit tyne, që kishme qenë një ndihmes atave që kanë themelu dhe kanë rjetin e tyne ku edhe i plasojnë ato. Po, që është një ide e mire, Zotit Rama. Po, një dyqan online, përmes të cilit mund të shisni gjithë produktet e juaja. Profesor, aktualisht si mund të avlerësojmë klimin e të bërit biznes do të ndalna vetëm të startup bizneset në Kosovë? Për përkrajen që e kanë, për mënyrën e tregut, për gjithë punën që e bëjnë, si e vlerësoni nga këndi juaj punën e tyre? Klima bizneset në Kosovë do të vlerësuar nga disa dimenzione. Procesi regjistrimit të bizneset është një proces mitësor, në kuptimin që biznesi si i tillë mund të regjistrohet shumë shpejt pa ndonjë barierë formale. Kjo sa i përket anës pozitive. Ana negative pastaj janë krejt këto sfidat, barierat, pengesat e ndryshme që paka shumë të gjithë i dimë. Karakteristikë e veçantë është që gjitha këto bariera janë edhe më të vështira për bizneset e reja. Bizneset e reja si stan ballafaqohen me mungesë dijes, mungesë njohurisë të tregut, mungesë të kapitalit dhe këto vështirësi të cilat ne të gjithë i dimë qoftë duke fillu për këtyre infrastrukturore, mungesa energjisë elektrike deri te mosbatimi i ligjit dhe pengesat jo formale, atë këto bënë edhe më të vështira pastaj për bizneset e reja. Po, dhe çfarë duhet bërë ne sipas jush, profesor, që ta ndrojmë këtë klimë? Keni një sugjerim, keni një këshill? Gjithmonë për startup bizneset flas sepse këto janë ato që meritojnë një ndihmë të madhe në fillim të punës së tyre. Mendoj që kjo është një temë për një emision tjetër, sepse nuk mjafton ndoshta shkurtimisht të përgjigjemi, por natyrisht kur flasim për barierat formale, rolin kryesor e kanë institucione shtetërore, qoftë ato lokale ose nacionale. Kur flasim për kulturën ndërmarrësisë, atëherë rolin e kanë edhe institucionet arsimore, duke filluar prej shkollës fillore edhe më tej. Prandaj është një temë shumë e gjerë që nevojitet shumë gjatë për diskutuar se çka mund të bëjnë gjithë aktorët të shoqërisë për ta përmirësuar biznesin. Siç thash, për ta filluar biznesin është shumë lehtë, për ta mbajtur, rritur dhe zhvilluar është relativisht vështirë. Po. Uran, edhe një pyetje, dëshiroj të di Kozban si e bën përzgjedhjen e projekteve për t'i përkrahur, për t'i financuar. Ka rëndësi ideja? Është shumë e rëndësishme ideja. Në Kozban ne i zhvillojmë 5 deri në 6 thirrën pitching session në vit. Çdo 2 muaj bëhet hapja e konkursit ku startupat e ndryshëm nga Kosova, nga Shqipëria, Maqedonia, kanë mundësi që ta aplikojnë. Atëherë bëhet një lloj verifikimi i ideve edhe i plan bizneseve cilat kanë potencial pak më të mirë se sa të tjerat, edhe cilat i përshtaten investitorëve cilët janë pjesë e Kozbanit. Shumica e investitorëve në Kozban janë pak më tepër të interesuar në sektorin e tikut,
edhe për këtë ne japim shumë tepër rëndësi atij sektori. Çka ndodh është pasi që të selektohen 5 deri në 6 kompani, vinë në zyret e Kozban edhe e bëjnë prezantimin e ideve të tyre. Ato që janë pak më të suksesshme thirren për intervistimin e dytë, edhe kanë takime individuale me investitorët, edhe e shohin në mënyrë më të mirë të mundshme për të bashkëpunuar. Ajo që dua të them është që ide ka plot. Qëllimi është që ekipi i cili punon në atë ide të jetë i mirë. Një ide e mirë pa një ekip mbrapa i cili ka me equ atë ide përpara nuk ja vlen. Edhe për këtë arsye zakonisht investitorët e Kozbanit fokusohen shumë në ekipin i cili ka me qenë për një periudhë afatgjatë i përfshin në atë ide. Po. Unë ju falenderoj shumë, dërsa në vazhdim do të cilëm edhe reportajin e përgatitur me Fazile Hajzeri nga fshati Shqipoli, komunës e Mitrovicës, e cila drejton biznesin e saj Agrosera. Shumë bizneset e vogla familjare janë të specializuara për prodhimin e fidaneve, luleve dhe perimeve. Bizneset e tilla dita ditës po bëhen të suksesshme në tregun e Kosovës. Një sukses të tillë po tregon edhe Agrosera, një biznes i vogël familjar. Kjo hapësirë këtu është mbjellur e tëra me lloje dhe variete të reja të sallatave të gjelbra. E zonja këtij biznesi, Fazile Hajzeri, tregon se si ajo bashkë me familje dhe disa punëtore e pastrojnë dhe përpunojnë sallaten deri tek paketimi i saj. Ne sallatat i pastrum, i prunëm prej pjesës tjetër, këtu i vendosim ku është dhoma që i bojmë mbushjen e basketit dhe tash prej këtu të fillon linja e paketimit të sallatës së gjelbër. Prej këtu basketin e vendosim në këtë pjesën ku bëhet ftofja dhe larja sallatës me akull. Varsisht prej kohës e sezonës, se normal salata gjatë kohës së verës është më e nxehtë dhe duhet me konë temperaturat mund deri 2 gradë. Nda tash për me pru sallatën, me ftof dohet me marrë, kjo është maqina që prodhon akullin dhe këto mushen këto dhe pasandaj e vendosim akullin që të ullë temperaturën e ujt në maks deri në 0, mas mirë është me konë 0 gradë, po e 2 gradë. Kjo është temperatura e cila lejohet Po, për pastrimin edhe ftofjen e sallatës. Kjo më varet, si tash ma herët, prej kohës, po deri sa të bëhet ftofja, po kemi martë. Kjo veç përshkon të zbrit temperatura, për në momentin është 2. Tash Tash në varsisht me qarkullimin e ujtë të kësaj pompës, kjo shkrihet akullin dhe bëhet ftofja e ujit. Prej këtushit, kalojnë ku bëhet në këtë pjesën tjetër.
bëhet tharja e sallatës, mendoj centrifug. Është sigurt që zgjat tharja e sallatës? Po këtu më varësisht edhe pri llojit sallatës, se disa sallata janë më të ndihshme, ndërsa disa janë më të forta dhe i qëndrojnë rrotullimeve më të shpejta. Tash këtë varet pri llojit çfarë sallate kemi na për paketim, është edhe kohëgjatja e sajna. Ju punoni këtu edhe me punëtorët e tjera, është punë e vështirë, Po. punoni me Jo, na kryesisht këtu punojna femna jemi, po nuk është punë e vështirë, nuk është punë e vështirë, kjo është zakonisht se bën për femna kjo punë, nuk është e vështirë. Ky vend preferohet çdo herë tjetër më i ftohtë se sa temperaturat e jashtme. Po normal se sallata është e ndihshme dhe kjo sa më e freskë, sa më që në temperaturat më të ulta është më e freskë dhe është më mirë me punu. Sa gjatë punoni gjatë ditës? Këtu punojmë prej orës 8 deri në orën 5, normal me këtu punëtorët. Kërkesat janë të vogla, sallata sigurisht. Po janë, po normal ne këtë paketim të sallatës që e bëjmë, ndoshta kushton edhe pak kostoja e prodhimit të saj, mirë po kanë fillu njerëzit që të vëdësohen dhe besoj që në të ardhmen do të ketë më shumë. Tash pas përgjithësimit, që është bërja e sallatës, vendoset në tavolinën ku bëhen Kjo është tavolina ku mbushen keset dhe bëhet paketimi, matja, të varësisht prej porosisë që kërkon tregu, na bëjmë mbushen. Është 100, 150, 250, 500 gram, i bëjmë paketimet. Prej këtushit kalojmë këtë pjesën ku bëhet mbyllja. Kjo procedura e mbushjes momentalisht? Po. Këtu mbushja e keseve, cilat nëse i mbushim këtu me sipas porosis, këtu bëhet mbyllja. Mbyllja e keseve, në këtë pjesën tjetër, këtu bëjmë testimin, se a janë të mbyllë me keset mirë. Nëse kjo nuk pëlqet, atëherë e shohim se paketimi është në gjendje të rregullt, do të thonë kjo e vlen. Prej këtushit, masanej në i bakin me këto shpota dhe i çojmë në frigorifer. Për arsye se sallata është e ndihshme dhe kjo bëjmë në temperaturë varësisht se si bëhet paketimin. Ato do të dhe këtu vendosën në për Tyja është sepse sallata me heret këtu nuk janë në bërë kështu në këtë paketim, por normal janë shit në për trege me koka, me shumic, në për gajbe, e tash ne që kemi bërë këtë linjen e sallatës, kjo është edhe njëkohësisht zgjatja më e gjatë e sallatës, që është qëndrueshmëria për shkak se bëhet pastrimi me akull, mandej dhe ruhet në frigorifer, por edhe transporti bëhet me mjet që është me frigorifer, ku i qojmë në për supermarkete apo në për restorane të ndryshme. Me kultivimin e sallatës merrim ka vite më herët, mirë po këtë linjen tash që e kemi bë, ne i kemi që 2 vite.
Po, ku e shpërndani kryesisht sallatë? Kryesisht sallatën e shpërndajmë në Prishtinë. Normal atje është tregu pak maj madh dhe atje në për supermarkete, në për restoranet njënde, si në Meral të rinjë, si në Sfis, e qështu. Kërkesat janë të mëdha për këtë lloj sallate? Po. Flas për paketimin, për cilësinë? Po, për cilësinë, për pastrimin, se kjo është, po shihet edhe këtu, e gatshme për përdorim, që është e pastrume kjo vetëm, se është e gatshme të qitet në pjatë edhe për me përdorim. Ju jeni familje që merreni me këtë biznes? Po, na kryesisht nëse burri, one edhe djali, po kryesisht jemi krejt edhe të punëtore, këto familje që punojna. Po kemi dhe në 6 punëtore, këtu që i kemi, do me thonë që punojmë rregullisht gjatë sezonës së verës. Kush ju ndihmon më? Do me thonë në fabrikë, se jashtë janë tjerë punëtorë që i bojnë bartjen, që i sjellin sallatat, deri këtu të ne tani që fillojmë me punëtore këtu për mrena në fabrikë. Kush ju ndihmon juve në këtë biznes? Keni ndonjë përkrahje? Ne për këtë linjen që kemi bërë të sallatës së gjelbër, po na ka ndihmu Noa Osaidi, ku ka qenë projekti tyne dhe ata na kanë ndihmu. Na i kanë sill maqina, do me thonë, linjen komplet, edhe na vetë një pjesë këto objektin vetë kemi investu. Teknologjia që përdoret këtu për pas vjeljes së sallates së gjelbër është e vetmja në Kosovë, që Agrosera ka donacion nga USAID dhe programi Mundësitë e reja për bujqësi. Fal këtij donacioni, familja Hajzeri e ka më të lehtë pastrimin dhe paketimin e sallates së gjelbër. Nuk është e vështirë dhe specifike vetëm pastrimi dhe paketimi i kësaj sallate. Natyrisht edhe mbjellja dhe kujdesi për të kërkon përkushtim. E për mbjelljen e sallates kujdeset Gani Hajzeri së bashku me punëtorët e tjerë, i cili na tregoi edhe procedurat e mbjelljes. Ja këtu po fillojna me mbjelljen e forave të sallatave, i kena mbush modulet me substrat. Substrati është importuar pe klasmonit, i kena ujit edhe tash i kena mjell të fora, kena vendos çdo vrim, çdo qelis ka një forë. Mbas mjelljes së këtyne forave, këtu atëherë fillojna me mbulimin me vermikulit. Vermikuliti përdoret për hak trujtjes së lagështisë, që edhe fora mos me pas gjatë mbjelljes, mos me pas ngecë, domethënë mos me pas vështirësi për me bi. Masi kur të mbulojna me vermikulit, atëherë e morëm edhe e vendosëm në inkubator për mbjellje. E vendosëm për një dit, ose më vartë edhe me orë, do më thonë për 24 orë, 48 orë më vartë për çfarë lloj bime shumë. Po kur është rasti i sallatë, për 24 orë kjo fillon me inicu, atëherë si të fillon birja na e vendosëm në serë. Për 24 orë kjo është e gatshme nxjerret prej këtu edhe vendoset në serë. Po, temperatura këtu është prej 18 deri në 22 gradë. Kjo është faza që pe inkubatorit ka fillu me inicu, atëherë e vendosëm këtë në serë. Po, se cilën modul, na e vendosëm dhe shënojna edhe llojin, edhe datën kur e kena mjell, për arsye për me pas, se na e mjellëm në mënyrë suksesive, në mënyrë për shembull periodike, në bazë kërkesave të tregut, atëherë mjellëm edhe sallata. Do me thonë, nëse çdo 5 ditë ose 10 ditë. Po, që tash, cili lloj sallates është kjo? Po kjo është një lloj sallatës, tash batavi, formë tharrojke, po kena lloj të ndryshme të sallatës që kultivojnë na. Domethënë bazë kërkesa, po llojshmëri edhe ngjyrave, po edhe gjetheve.
Lolla roza, lolla blonda, kena NDV, lloj ndryshme të sallatave. Kërkojnë gjitha apo është ndonjëra prej tyre që ka kërkesë më të madhe për Po tregun? për momentin na këtë paketimin i bojmë me lloj ndryshme të sallatave. Domethënë janë 4-5 lloj që i bojnë përzierje tyne aty që me pas edhe gjethe po edhe shija janë ndryshme. E vendosim këtu. Këtu është një tavolinë që e ka edhe ngrojen, atëherë mbas kësaj është mënyrë rritja. Tash kur të shihet kjo është mjell ndoshta edhe më herët se kur ato, po ka faza ndryshme të këtyre mundem me pa për shembull. Po edhe faza që janë të gatshëm sallata që mund me miell edhe në serë, po edhe në fushë. Po tash është edhe koha, domethënë në fushë nuk fillojnë të ka mes prillit. Domethënë diktojnë shumë temperatura. Po nëse janë syrat me ngroje ose të improvizune për shembull me mbulu me ndonjë agrill, atëherë miellen edhe tash fillojmë i shkurtit, fillojmë me miellën për serë. Janë lloj të ndryshme të sallatave, të fidanit. Ky fidan është i gatshëm për mbjellje. Domethënë e ka 4-5 gjethe të vërteta, edhe ka sistemi rrënjor, është i zhvilluar, domethënë është atë momentin, atë fazën ku duhet më miell. Pe momentit forës që e kena miell tek këtu duhet më kalu një 14 ditë. Tash këtë sezonin që jena, domethënë këtë sezonin e janarit. Po nëse miell për shembull në maj ose në qershor, atëherë është 10 ditë, varet 12 ditë pe llojet sallata, atëherë kalon drejt për drejt ose në serë ose në fushë, më miell. Domethënë kjo mund më po është i gatshëm për mbjellje. Domethënë për 2-3 ditë atëherë vendoset në serë për që ka ngroje improvizuese dhe e miellëm këtë lloj. Edhe ju shumë shpejt këto tash do t'i mbjellni gjitha. Po. Është edhe ajo pjesa tjetër ku mundi me po që janë përgatitur fidanat, njerëz që kanë serat për shembull, të improvizuar me një ngroje plotësuese atëherë edhe i miell. Agrosera momentalisht vepron me 2 sera me një sipërfaqe të përgjithshme prej 200 metra katror dhe posedon të gjitha pajisjet e duhura për prodhimin e fidaneve dhe kultivimin në ambientet e mbrojtura. Programi Mundësi të reja për bujqësi, përmes të cilit është ndihmuar edhe zonja Fazile Hajzeri, është një aktivitet i financuar nga USAID me qëllim që të kontribojë në arritjen e strategjisë së USAID për rritje ekonomike në Kosovë, duke promovuar rritjen, krijimin e vendeve të punës dhe gjenerimin e eksportit. Qëllimi i këtij projektit është do thotë të promovoj produkte të reja bujqësore, po ashtu do të përkrahë sektorin e bujqësisë në përgjithësi, të rrisë do të rendimentet, cilësitë, bëj diversifikimin e produkteve ndryshme bujqësore si dhe qasjen treg. Po zakonisht projekti ka pas në fokus të veçantë farmerët të cilët janë në biznes, mirë po s'do thotë që edhe farmerët fillestar. Mirë po mund të themi se në kuadër të ndihmave ka pas, do të gjithmonë kemë pas konsiderat edhe barazin gjinore. Do të kemë ndihmu edhe farmerët që kanë qenë në biznes, mirë po farmerët që kanë pas vullnetin do të hyjnë në biznes në sektorin e bujqësisë. Ka farmere, mirë po dita ditës është të rritë vullneti farmereve do të që janë të interesuar me hynë biznes bujqësi, edhe projekti jonë do të ka qenë një farformën nga dishmëri të përkrahë do të vullnetin e tyne që të fillojnë do të me prodhimin e produkteve bujqësore. E punën e agroserës dhe të shumë bizneseve të tjera e promovon Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës, e cila merret me fuqizimin ekonomik të grave. Zonja Fazile ka qenë një prej pjesëmarrësve tona në panajirin ndërkombëtar në Tiranë, e cila është marrë në muajin prill të vitit kaluar. Ky ka qenë një panajir ndërkombëtar që ka pas synim tregun franqez. Mund ka ardhur mirë që kam pranuar të vinë domethënë këtë panajir dhe kemi pas mundësi që të promovojmë produkte të cilat kanë qenë veçanta për regionin e Ballkanit. Kemi promovuar shafranin, i cili është i cilësisë premium, asparagun, mullagën e zezë, disa produkte të qumshtit dhe zonja Fazile ka qenë një ndër ato përfitueset. Ka prezantuar produktet e saj, të cilat janë konsideruar mjaft interesim të madh ka pas edhe për tregun shqiptar, do të thonë Shqipëri edhe në tregun ndërkombëtar,
për arsye se është një produkt i cili faktikisht kultivohet vetëm në Kosovë. Dhoma ekonomike e grave të Kosovës, domethënë sipas informacioneve të cilat i kemi, gratë shumë pak mirën me bujqësi në Kosovë, duke marrë parasysh që shumë pak i jepën grante në fushën e bujqësisë dhe sidomos gratë kanë shumë vështirësina në marrjen e kredive nëpër banka, duke marrë parasysh që shumë pak trashëgojnë pronësi dhe në mungesë kolateralit nuk mund të përfitojnë nga kredit për biznes nëpër banka. Sipas të dhënave tona, gjithsesi 5% grave përfitojnë, domethënë kredi nëpër banka për bizneset e tyre. Prandaj kjo ka reflektuar që edhe fusha e bujqësisë domethënë gratë mos mirën shumë në fushën e bujqësisë. Ne deri tani kemi punuar shumë në promovimin e grave në bujqësi, ju kemi ndihmuar shumë në pjesëmarrjen në panajire ndërkombëtare. Kemi lobuar në për banka që t'ju ofrojnë mundësi të reja grave në biznes, sidomos në fushën e bujqësisë. Po shpresojmë që në të ardhmen kjo situatë do të përmirësohet dhe gratë do të kenë më shumë qasje në financa për zhvillimin e bujqësisë. Sigurisht që në fushën e promovimit ne do të bëjmë shumë. Shpresoj që së shpejti do të jemi në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, do ta kemi edhe panajirin gratë në biznes, i cili është planifikuar të mbahet në dhjetor vitit kaluar, mirë po për disa arsye teknike është desht anulohet dhe shpresoj që tani në pranverë të viti do të mund të organizohen. Kjo do të ofrojë mundësi që të gjitha gratë në fushën edhe të bujqësisë dhe fushave tjera që të mund të promovojnë produktet e tyre. Nga tërë kjo që pash, në mbeti si porosi, e jetojmë nga toka dhe puna jonë. Pra kështu bashkë pam edhe reportajin e përgatitur me Fazile Hajzeri nga fshati Shqipoli komunës e Mitrovicës, e cila drejton biznesin e saj Agrosera me mbjelljen e luleve, fidaneve dhe perimeve të ndryshme, ndërsa me mysafiret e ftuar në studio biseduan për hapjen e biznesit, idenë që duhet ta kem qasjen e financa, rëndësia e ekipit që duhet ta përzgjedhim dhe gjithë ajo se çfarë është rëndësishme për të ditur ne para se të marrim një vendim për të hapur biznes. Kjo ishte e tëra për sonte, faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.